Ke rënë dashuri. Ndjenja po. Ke rënë dashuri pra. Ndjenja po. A ke ndjenja? Po merrem pra me atë gocën aty se iku. Do të pyes ty. Po tiku pra. Do të pyes ty. Po tiku valla. Po e nominimin. E pas ka po për nominim. Ç't ngeli ty? Po ta bane vetë, pas ka po për nominim. Ç't ngeli? E fitoi nominimin. What's up Turbi? E fitoi nominimin, valla. Tani, që Mateo ka ndjenja për Brikenën, kjo as nuk diskutohet, por problemi është se është shumë i sinqert në raport me të, po sinqeriteti i tepërt i Mateos nxjerr bllov Brikenën. Që do të thotë, Mateo një farë mënyre, në mënyrë të pavullnetshme pranon që Brikena e ka bërë këtë gjën edhe për nominim. Që do të thotë, e shafruar me Mateon, e ka deklaruar pëlqimin sa për të kalu nominimin. Dhe këte e pranon vetë Mateo me gojën e vetë. Tani, Big Brother ka një gjë. Duhet jesh i sinqert, por duhet jesh i sinqert dhe duhet kuptosh edhe sinqeritetin e atij që ke afër, atij që ke përballë, atij që ke në krah e kështu me radhë. Dhe ky është problemi i Big Brotherit, sepse ke të bësh me njerëz, ke të bësh me karaktere të ndryshme që mbase nuk janë si ti. Jo mbase, po s'janë si ti fare. Dhe nëse ti nuk ke dëshirë ta vrasësh mendjen për gjërat që thu, nuk ke dëshirë që ta kesh mendjen gjithkohës aty, ti jesh i fokusuar për gjërat që thu, atëherë është e mira që të jesh gjithmonë i vërtet. Në këtë rast Mateo është i vërtet. Edhe tani që thot për Brikenën, është i vërtet, më thënë drejtën. E kaloi nominimin. Okej, kaq.